Horoskopi ditor, 21 janar 2026, dashi, sot, misit dhe ëndrat e tua për lumturinë marrin më shumë rëndësi. Ndihesh më i gatshëm të angazhohesh seriozisht në një projekt, ide apo qëllim që të frymëzon. Bisedat dhe aktivitetet me miq ose në grup të bëjnë mirë emocionalisht dhe mund të jenë shëruese për ty, mund të ndihesh më i motivuar kur ndan idetë tua me të tjerët ose kur mbështet një mik. Sot kërkon më shumë kënaqësi nga jeta shoqërore dhe atmosfera është e freskët, pozitive dhe lehtësuese, fal një ndikimi të fortë planetar, një çështje që lidhet me një misi, një plan të veçantë, një ëndër personale. Ose një projekt që e ke nisur së fundmi, bëhet më e qartë. Diçka që deri dje ishte e paqartë, sot fillon të marrë formë dhe drejtim. Është një moment i mirë për të parë me sy realist se ku po shkon dhe çfarë vlen të vazhdosh. Gjithashtu, mund të lindin ide të reja për plane afatgjata, sidomos nëse bashkëpunon me dikë ose bëhesh pjesë e një grupi. Bashkimi me të tjerët sot mund të jetë shumë i dobishëm dhe mësimdhënës. Megjithatë, në fund të ditës, trupi dhe mendja jote të kërkojnë pak qetësi. Është e rëndësishme të pushosh, reflektosh dhe të kujdesesh për veten. Balanca mes shoqërisë dhe pushimit është çelësi i ditës për ty. Demi, sot energjitë planetare të ndihmojnë të përmirësosh imazhin tënd dhe të forcosh lidhjet me njerëz që kanë qëllime dhe vizione të ngjashme me të tuat. Mund të gjesh veten të angazhuar me kënaqësi në punë ose në një mision që ka kuptim për ty, je i rrethuar nga energji pozitive, e cila të ndihmon të kuptosh më qartë se çfarë dëshiron të arrish në planin afatgjat. Sot mund të tërheqësh vëmendje pozitive, përjetosh situata të këndshme, ose të marrësh mbështetje nga njerëz me ndikim. Në aspektin profesional, dyert të reja mund të hapen përmes kontakteve shoqërore. Një mik, një njohje apo një bisedë e thjeshtë mund të çojë drejt një mundësie të rëndësishme. Kjo është një ditë shumë e mirë për të shijosh frytet e përpjekjeve të fundit, të ndjesh krenari për përgjegjësitë që ke përmbushur dhe të vendosësh qëllime të reja për të ardhmen. Fal bashkimit të Mërkurit me Diellin, çështjet e karrierës dhe drejtimit të jetës bëhen më të qarta. Fillon t'i shohësh gjërat me logjik, ekuilibër dhe realizëm. Nëse shkruan mendimet e tua, i thua me zë ose i diskuton me dikë, do ta kuptosh shumë më mirë se çfarë duhet të bësh më pas. Aftësia jote për të arsyetuar është shumë e fortë sot. Mund të ndodhin biseda të rëndësishme, vendime kyçe ose mesazhe që të ndihmojnë të ndryshosh drejtim për mirë. Binjakët, sot je në një formë shumë të mirë për gjithçka që lidhet me kujdesin për mendjen, trupin dhe shpirtin. Është një ditë ideale për të bërë diçka që të qetëson, të ushqen shpirtërisht dhe të ndihmon të ndihesh në ekuilibër me veten. Gjithashtu, është moment i favorshëm për të punuar mbi një projekt që e ke për zemër. Sidomos nëse ndan idetë me njerëzit që do dhe që të kuptojnë, sot fillon të shohësh jetën nga një këndë më i gjerë. Gjëra që dikur të shqetësonin shumë, tani duken më pak të rëndësishme. Disa dallime, keqkuptime apo probleme humbasin peshën e tyre, sepse kupton se jo gjithçka vlen energjinë tënde. Në nivel mendor, kjo ditë, madje edhe kjo javë, mund të shënojë një pikë kthese. Mendja jote ndriçohet, qartësohet dhe të jep një pamje të re për jetën tënde. Bisedat, lajmet ose mendimet që lindin sot janë shumë domethënëse dhe të ndihmojnë të sqarosh paqartësi, largosh konfuzionin dhe të kuptosh më mirë ku po shkon. Është një kohë kur planet fillojnë të marrin formë, sidomos në lidhje me komunikimin, studimet, interesat personale, udhëtimet apo kontaktet me njerëz të largët. Ndihesh shumë i motivuar për të ndarë idetë, punën apo bindjet e tua. Sot mendja jote është plot me ide, sikur copëzat e mungura të një puzleji fillojnë të plotësohen. Mund të vijë një informacion i rëndësishëm që e bën gjithçka më të qartë dhe të plotë. Gaforja, sot, universi të fton të shikosh më thellë se sipërfaqja. Energjitë e ditës mbështesin kërkimin, vëzhgimin dhe kuptimin e marrëdhënieve të tua në një nivel më të brendshëm. Nuk je në nxitim, përkundrazi, ndihesh mirë duke u zhytur ngadalë në mendime, ndjenja dhe detaje që zakonisht mbeten të fshehura. Mund të ndihesh i përkushtuar ndaj një personi, një projekti apo edhe një kërkimi personal për të vërtetën. Edhe pse kjo mund të marrë kohë dhe energji, kënaqësia që ndjen është reale. Sot të tërheqin gjërat e heshtura, ato që nuk thuhen menjëherë,
por që mbajnë brenda shumë kuptime. Lidhja emocionale me dikë mund të bëhet më e fortë. Jeta jote private përfiton një frymë të re, më të ngrohtë dhe më të sigurt. Ka një fokus të bukur dhe krijues në çështjet intime ose financiare, është sikur një perde të hapet ngadalë dhe të zbulosh çfarë e shtyn vërtet një person të rëndësishëm në jetën tënde. Zgjidhja e një misteri, qoftë emocional apo praktik, të sjellë ndjesi çlirimi dhe kënaqësie. Një bisedë e thellë, e sinqertë dhe ndriçuese mund të hedhë dritë mbi një çështje që deri tani ka qenë e ndërlikuar, e fshehur ose e vështirë për t'u kuptuar. Dhe çuditërisht, sot edhe lojrat me ide, mendimet dhe skenaret e ndryshëm bëhen të lehta, argëtuese dhe frymëzuese. Luani, sot është një ditë shumë e fortë për marrëveshje, bashkëpunime dhe lidhje të rëndësishme. Energjia e ditës të afron më shumë me një person të veçantë dhe e bën fokusin tënd të shkojë drejt marrëdhënieve që kanë peshë reale në jetën tënde. Mund të ndihesh më i lidhur emocionalisht me dikë, sikur mes jush krijohet një harmoni e natyrshme. Bashkimi i forcave me një person tjetër rrit ndjeshëm shanset për të arritur qëllimet e tua. Edhe nëse dita nuk është shumë aktive, vetë ndarja e përvojave dhe ndjenjave të jep kënaqësi dhe qetësi, sot dhe gjen më lehtë, mbështetjen që ke kërkuar, këshilla të vlefshme, ose një fokus që të shëron emocionalisht. Bashkimi i Mërkurit me diellin përballë shenjës sate sjell një intensitet të fortë mendor. Mendja jote është në qendër të vëmendjes dhe funksionon në dy nivele njëkohësisht, logjik dhe krijues, një kombinim i rrallë dhe shumë i fuqishëm. Bisedat me dikë sot kanë fuqi të madhe. Një fjalë, një shpjegim apo një rrëfim i sinqert mund të ndezë mendimin kritik dhe të çojë drejt një përfundimi të rëndësishëm. Ndonjëherë, thjesht duke e thënë me zë të lartë një problem, e sheh menjëherë më qartë. Kjo është një kohë ndriçuese për ty. Një ide, një plan ose një vendim që ka qenë në mendjen tënde prej kohësh, sot mund të marrë formë dhe të realizohet. Birgjëresha, sot, energjitë e ditës të mbështesin fuqishëm për t'u angazhuar seriozisht në një projekt ose në një përpjekje që lidhet me shëndetin dhe mirëqenien. Ajo që është interesante është se sot arrin të kombinosh punën me kënaqësinë, diçka që nuk ndodh gjithmonë lehtë për ty, por tani funksionon në mënyrë perfekte. Ndjenja jote e përgjegjësisë dhe besnikërisë të bën të ndihesh krenar për veten. Përpjekjet, sakrificat dhe përkushtimi yt bien në sy dhe bëhen shumë tërheqëse për të tjerët. Njerëzit e vlerësojnë seriozitetin dhe korrektësinë tënde më shumë se zakonisht. Kjo është gjithashtu një ditë e bukur për të treguar kujdesin tënd ndaj dikujt. Jo domosdoshmërisht me fjalë, por duke ndihmuar, duke mbështetur, ose duke qenë aty kur dikush ka nevojë, je në një pozicion shumë të mirë për të mësuar diçka praktike dhe të dobishme, që mund të përmirësojë punën tënde. Bashkimi i diellit me Mërkurin në sektorin e përditshmërisë dhe shëndetit të vendos në qendër të vëmendjes. Mund të marrësh vlerësim për punën tënde, ose një çështje që lidhet me punën apo shëndetin fillon të ecë përpara dhe të bëhet më e qartë. Sot është një moment shumë i mirë për të plotësuar detajet që mungonin, sqaruar paqartësi, dhe për të vendosur rregull aty ku ka pasur rrëmuj. Peshorja, sot dhe gjatë gjithë kësaj jave, energjia është shumë pozitive për lidhjet e dashurisë dhe për projektet krijuese. Ndihesh më i hapur për t'u afruar emocionalisht me dikë ose për t'u lidhur më fort me një pasion që të mbush shpirtin. Mund të vendosësh të riforcosh një premtim, ndaj një marrëdhënieje, një hobi apo një qëllimi personal. Ose thjesht mund të zhytesh me gjithë zemrën në një aktivitet që të tërheqë dhe të japësh maksimumin. Sot, sa më shumë të ndjekësh zemrën, aq më shumë do të arrish. Menaxhimi i kohës ka rëndësi të veçantë për ty sot. Kur i organizon gjërat me qetësi dhe ekuilibër, gjithçka ecën më rrjedhshëm. Bashkimi i diellit me Mërkurin të ndihmon të shprehesh qartë dhe bindshëm. Është më e lehtë të thuash atë që mendon, të shtysh një plan përpara ose të marrësh një vendim që e ke shtyrë prej kohësh. Sot ndjen më shumë krenari për punën, idetë dhe bindjet e tua. Një projekt krijues mund të arrijë një pikë kthese të rëndësishme, ose në jetën sentimentale mund të ndodhë një zbulim emocional. Sidomos për diçka që ka kohë që po zhvillohet në heshtje, vëzhgimet që bën sot janë shumë domethënëse. Kur analizon idetë e fundit, arrin përfundime të sakta dhe të dobishme. Mendja jote është shumë aktive, fjalët rrjedhin natyrshëm dhe aftësia për të komunikuar është në nivel të lartë.
Mund ta gjesh veten duke shijuar bisedat, duke argëtuar të tjerët me fjalën tënde dhe duke krijuar një atmosferë të bukur rreth vetes. Sot peshorja shkëlqen me hijeshi, zgjuarsi dhe ndjeshmëri. Akrepi, sot, energjitë e universit të drejtojnë vëmendjen tek familja, shtëpia dhe jeta jote personale. Është një ditë ku zemra kërkon ngrohtësi, siguri dhe lidhje të vërteta. Ndihesh në formë të shkëlqyer për çështje emocionale dhe personale, dhe gjithçka që bën me ndershmëri dhe besnikëri forcon marrëdhëniet me njerëzit më të afërt. Je i gatshëm të bësh më shumë se zakonisht, të sakrifikosh pak nga rehatia e momentit për të ndërtuar një jetë më të qetë dhe më të sigurt në të ardhmen. Kjo përpjekje nuk kalon pa u vënë re, përkundrazi, krijon besim dhe stabilitet afatgjatë. Sot mund të zhvillohen biseda të rëndësishme familjare, ose mendimet e tua rreth shtëpisë dhe rrënjëve emocionale bëhen më të qarta. Është një ditë ideale për të folur hapur, për të sqaruar keqkuptime dhe për të ndërtuar ura aty ku ka pasur distancë. Energjia e sotme është e ndritshme dhe praktike njëkohësisht. Përdore për të planifikuar të ardhmen, të zgjidhur probleme që janë zvarritur dhe për të marrë me detaje që sjellin qetësi dhe rregull. Lajme të rëndësishme, ide domethënëse ose biseda që të prekin thellë mund të dalin në pa tani. Ato të ndihmojnë të kuptosh më mirë veten dhe vendin tënd mes njerëzve që i quan shtëpi. Sot akrepi gjen forcë jo në kontroll, por në lidhjen e sinqertë, aty ku zemra ndihet e sigurt dhe e dëgjuar. Shigjetari, sot është një kohë shumë e mirë për komunikim me qëllim të qartë. Fjalët e tua kanë peshë, mendimet kanë drejtim dhe çdo bisedë mund të shërbejë për diçka konkrete. Mund të përfshihesh thellësisht në një projekt personal që të apasionon dhe të humbasësh ndjenjën e kohës duke punuar mbi të. Ke dëshirë të përsosësh mënyrën si shprehesh, të jesh më i saktë, më i plotë dhe më i kuptueshëm. Ajo që është pozitive është se sot nuk të bezdis as pak përpjekja shtesë, përkundrazi, e shijon procesin dhe ndihesh mirë duke u thelluar në detaje. Përkushtimi ndaj një aktiviteti apo projekti nuk është vetëm i dobishëm praktikisht, por edhe shërues për mendjen. Mendja jote është shumë aktive sot, dita mund të jetë e ngarkuar mendërisht, por njëkohësisht ndriçuese. Diçka e vogël që dëgjon apo lexon sot mund të ketë rëndësi të madhe nesër. Mund të marrësh një vendim të kënaqshëm ose të arrish një kuptim të ri që të sjellë qetësi mendore. Je në një pozicion shumë të mirë për të rregulluar çështje të mbetura pezull, zgjidhur probleme dhe për të fituar qartësi mbi studimet, udhëtimet apo projektet personale. Ndërsa detajet e reja dalin në dritë, gjithçka fillon të lidhet më bukur. Sot shigjetari ecën përpara me mendje të kthjellët dhe qëllim të saktë. Britsjapi, sot je i prirur të ndjekësh një qëllim praktik apo biznesi me përkushtim të këndshëm dhe rezultate shumë të mira. Energjia e ditës të ndihmon të bësh përparime të dukshme, sidomos në çështje që lidhen me karrierën ose fitimet financiare. Një ide që lidhet me punën apo paratë mund të fillojë të japë frytet e para. Dikush mund të vërejë dhe vlerësojë seriozitetin tënd, përkushtimin dhe punën e palodhur. Ky vlerësim të jep më shumë besim dhe të shtyn të ecësh edhe më fort përpara. Është gjithashtu një kohë e mirë për të ndarë idetë e tua me të tjerët, rizbuluar interesa që i kishe lënë pas dhe për të rikthyer tek gjëra që të japin kënaqësi. Por edhe dobi konkrete, sidomos në lidhje me paratë dhe çështjet praktike, idetë dhe këndvështrimet që lindin tani dhe gjatë gjithë kësaj jave janë shumë domethënëse. Mund të marrësh informacione të vlefshme ose të kuptosh se është momenti i duhur për t'i organizuar, sistemuar dhe vënë në zbatim planet që ke në mendje. Një projekt mund të arrijë një pikë kthese, ose diçka që ke ndërtuar me durim të fillojë të realizohet. Sot është një ditë ideale për të përdorur metoda të zgjuara dhe praktike, si në biznes ashtu edhe në kujdesin për shëndetin. Ujori, sot dhe gjatë kësaj jave, të tjerët mund të vërejnë për përgjegjësinë, përkushtimin dhe gatishmërinë tënde për të bërë sakrifica personale për të ndihmuar të tjerët. Kjo jo vetëm që të bën të dukesh i besueshëm, por edhe të motivon të japësh më të mirën nga vetja. Ndjenja e produktivit të jep kënaqësi të thellë dhe energjia e ditës është shumë e favorshme për shprehjen e vetes dhe për të krijuar një imazh pozitiv personal. Njerëzit po të besojnë dhe kjo besim i tyre të shtyn të veprosh me kujdes dhe vendosmëri. Sot fjalët e tua dëgjohen qartë,
dhe kjo është një mundësi e artë për t'i shprehur idetë tua në mënyrë të fuqishme. Dikush mund të kërkojë mendimin tënd, ose mund të jesh vetë tema e ditës. Një ide që ke pasur kohë mund të fillojë të lulëzojë sot. Një projekt mund të arrijë kulminacionin e tij, dhe ti ke mundësinë të shohësh detaje që më parë mund t'i kishe lënë pa vëmendje. Vendimet që i ke shtyrë tani bëhen të qarta dhe të kënaqshme, ndihesh i informuar dhe në kontroll. Është një kohë e fuqishme për komunikim dhe lidhje që të çojnë përpara. Shpreha e dëshirave, idetë dhe mendimet e tua janë në qendër të vëmendjes dhe mund të sjellin epifani, kuptim të ri dhe qartësi mbi çështje që kanë qenë të paqarta. Peshqit, sot ndihesh në një rrjedhë të bukur energjie që të lejon të përmbushësh përgjegjësitë e tua me kënaqësi dhe vullnet të plotë. Kjo jo vetëm që e shpejton ritmin e punës, por të jep edhe ndjesinë e harmonisë ndërsa vepron. Je në një pozicion të favorshëm për aktivitete që të ndihmojnë të shërohesh, të rikuperosh dhe të lëshosh negativitetin. Madje, puna pas skenave, këshillimi apo ndihma që ofron për të tjerët mund të sjellë kënaqësi dhe shpërblim emocional. Diçka që duket e komplikuar në fillim, sot mund të kthehet në favorin tënd. Shumë gjëra po ndodhin nën sipërfaqe, dhe kjo mund të jetë jashtëzakonisht ndriçuese dhe e dobishme për ty. Shkrimi ose shpreha e mendimeve në fjalë mund t'i jap një energji të re dhe jep një problemi, duke të afruar më shumë drejt një zgjidhjeje ose vendimi të rëndësishëm. Biseda të sinqerta dhe detajet që dalin në dritë mund të sjellin një pikë kthese të rëndësishme, edhe pse mund të jesh pak i zhytur në botën tënde private, hëna hyn në shenjën tënde dhe fillon një cikël i ri. Zemra të kërkon lidhje më të thellë me botën rreth teje, dhe sot ke mundësinë të ndjesh këtë lidhje në mënyrë të bukur dhe ndriçuese. Peshqit sot gjejnë qetësi dhe kuptim brenda vetes, ndërsa çdo veprim i brendshëm dhe çdo fjalë e shprehur hap një derë të re për paqe dhe qartësi.